E në këtë ditë, historikun e të cilës e ndoqëm së bashku, kemi kënaqësinë që minutat në vazhdim t'i ndojmë Aida Ale, dekane në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në Kolegjin AAB dhe Bege Gashi, studente në po të njëjtin drejtim në Kolegjin AAB, me të cilat do të flasim për rëndësinë e kësaj date dhe organizimin që do të mbahet sot në ambientet e teatrit Kamertal. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët sot në emisionin Alarm. Mirësi ju gjatë. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që t'ju kemi në studio në këtë ditë kaq të veçantë dhe jeni njerëzit adekuat që mundeni me na fol kryesisht për organizimin që do të mbahet gjatë ditës së sotme në Teatrin Kamertal të AAB-s. Çka kemi mundësi me pa? Në fakt është një ditë shumë e rëndësishme, është një festë artistike, është festa e fjalës, e poezisë. Siç u tha edhe në hyrje është në fakt një festë e cila festohet botërisht, që është prej vitit 1999 me vendim të UNESCO-s. Dhe si e tillë, edhe në Kolegjin AAB është festuar me shumë madhështi. Nuk është viti i parë që po e festojmë. Çdo vit kjo ditë merr forma të ndryshme. E kemi festuar në mënyrë konkursi, ore letrare, debati, poezi që promovohen nga vetë studentët. Si vjetë kemi menduar një formë më hibride, ku do të kemi një panel diskutimi, shoqëruar gjithashtu edhe me recitime të studentëve tanë, recitime cila do t'jenë nga poet të shquar, por edhe nga vetë studentët. Pra ideja është që jo vetëm të promovojmë poezinë në përgjithësi, por gjithashtu të promovojmë edhe poetët e rinj, siç janë studentët tanë. Paneli do t'jetë shumë interesant, sepse kemi menduar të ftojmë 3 personalitetet të shquara nga fusha e letërsisë, kritikës dhe gjithashtu edhe akademisë. Është profesori, shkrimtari, poeti, kritiku, studiuesi, profesor Sali Bashota. Gjithashtu është edhe një poete e re në moshë, por jo e re në karrierë. Fationa Bajra, gjithashtu ajo është edhe përkthyese, kështu që do ta kaloj diskutimin e saj edhe tek fakti se si përcillet poezia për te i kufinjve të një gjuhe. Mandje do të vazhdojmë gjithashtu me kritikun, shkrimtarin dhe poetin, profesor, gjithashtu Jeton Kelmenti. Mandje do të vazhdojmë edhe me studentët tanë, me diskutime në panel, por edhe sigurisht recitimet, se cilat janë po aq të rëndësishme në këtë aktivitet. Po pse është kaq e rëndësishme me kremtu ditën botërore të poezisë edhe çka munden me mësu studentët nga kjo ditë? Po mund të mësojnë shumë çka. Pra fillimisht mund të njihen me poeta afirmuar, që do të jenë pjesë e panelit, do të njihen me kolegët e tyre që shkruajnë poezi, do të promovojmë studentët tanë, do të promovojmë leximin, pra ky është edhe qëllimi i kësaj feste botërisht, të promovohet diversiteti gjuhësor i shprehur nëpërmjet estetikës së gjuhës, që është poezia sigurisht. Letërsia në përgjithësi është një estetik më vete, por zhanri më i kulluar i saj është poezia. Ne çdo kush prej nesh, pra kemi emocionet tona, janë emocione universale që gjithkush i përjeton, por shumë pak veta mund t'i hedhin ato në letër. Dhe këtë fat e kanë vetëm poetët dhe ne të tjerëve na mbetet vetë se t'i shijojmë ato vargje. Tha që nuk do të mungojnë edhe interpretimi edhe recitimi nga studentët, edhe jo rastisht e kemi këtu edhe studentën Bege Gashi, e cila është shpallur si recituesja më e mirë para 2 viteve. Si është ndjenja për ty të jesh recituesja më e mirë dhe si e përjetove këtë çmim? Sigurisht ka qenë një ndjenjë shumë e bukur edhe shumë e mirë, kur del para shumë njerëzve edhe e shpreh ato çka ti don, diçka që ekipa sjell edhe e sheh që në fakt tjerëve po ju pëlqen, edhe vetëm fakti që je në gjendje mi shpreh jo vetëm emocionet me çka ti ke shkruar veprat e tua, po edhe emocionet cilat edhe autorët e tjerë i kanë përdorur ose i kanë pas kur i kanë shkruar veprat e tyre, është me të vërtet një ndjenjë shumë e mrekullueshme. Unë kam pas fatin edhe nderin që jam zgjedhur recituesja më e mirë. Vepra që e kom performu ka qenë origjinale,
por edhe shtytja që ma kanë dhënë profesorat për me arrit deri në atë pikë, ka qenë e pakrahasueshme, ajo ka qenë gjëja ndoshta më e mirë që më ka ndodhur. Poezia, shkrimi, leximi nuk janë gjëra që i kom marrë me angazhim vetëm së fundi, o kon diçka që e kom pasa pasion edhe pak më herët, po deri sa mu ka dhënë mundësia që me shfaq para një numrit njerëzve që janë moshanit e jamja edhe që në fakt munden me vlerësu çka jam të bo, atëherë po ka qenë një arritje shumë e madhe për jetën teme. Bege, pas çmimit që e ke fitu para 2 viteve, tash do t'jesh pjesë e panelit, apo jo? Do të recitoj përsëri. Do të recitosh përsëri. Çfarë do të thotë për juve me recitu përsëri? Vetëm vetë fakti që recitimi nuk të lodh kurrë, edhe njerëz nuk kanë më lodh kurrë të ndigju recitime, ose vetëm të dëgju vargje qaq të bukura. Unë këtë vetë kom e recitu më shumë si eftuar, për ky po që është një nder, kom e recitu besoj që kom u konë gjendje që se kësaj radhe nuk kam u konë vepër origjinale, kam u konë në fakt një shkrim shumë i njohur, edhe të paktën shpresoj që kom u mundu, që kom e pas mundësi me i shpreh gjitha ndjenjat që i kanë ndjekur autori kur e ka bëhat vepër. Edhe me reflektua jo të gjitha ata që janë të praneshëm. Si ka lind pasioni yt për poezinë edhe për recitimin? Shkrimin edhe leximin i kom pasa pasion që shë vogël, nuk jom kon njeri shumë social, besoj edhe është mënyra ma e mirë në cilën në me shprej vetën edhe ndjenjat që nëse nuk me shprej me fjalë. Me shkrim e kom pa që mu gjint nëse ndihna pa marrë parasysh çfarë ndjenje e kam, nëse shkruaj ose lexoj atëherë vetëm e ndi vetën ma qetë, është sikur mënyra relaksueshme, është si përjetim në vete, është vetëm largim për realitetit, është botëm vete edhe vetëm të shtin mu për vete, më relakson edhe më bën mundi si kur bota është e imja. Profesoresh, sa janë të vedishëm për rëndësinë e kësaj dite edhe për rëndësinë edhe rolin e poezisë njerëzit, studentët, figurat me autoritet, po i përfshim kështu gjithë pa përjashtim? Por fakti që kjo aktivitet po shënohet për 7 vite e rresht, do të thotë shumë. Pra, është pikërisht interesi i studentëve të cilët që na ka shtyrë për të vazhduar me aktivitetin e radhës. Dhe çdo vit del edhe më bukur, në çdo vit zbulojmë talente si në recitim ashtu edhe në të shkruarin e poezisë. Pra nuk është mirë që të jemi në një gjendje pesimiste dhe të themi që nuk lexohet, nuk shkruhet, gjithkush përdor vetëm telefonin, teknologjinë. Detyra jonë është që t'i nxisim këto talente, t'i nxjerrim në pa, t'i promovojmë dhe moshatarët e tyre, duke qenë pranishëm në këto aktivitete, ndërgjegjësohen më shumë edhe për të lexuar. Studentët sigurisht kanë primare tekstet akademike, por nëse i kombinojnë ato edhe me letërsi, me poezi, do të ndihen edhe më të përmbushur, do të krijojnë një kulturë më të gjerë, do të marrin informacione gjuhësore dhe jashtëgjuhësore që do t'u shërbejnë edhe për jetën. Po, realisht kjo është pjesa relaksuese, kjo pjesa e letërsisë, mendoj unë, për kundër angazhimeve akademike që i ka. Edhe siç po e kuptojmë, numri veç po rritet i interesimit çdo vit nga studentët. Po cili është mesazhi kryesor që ky event ose ky aktivitet don me përcjell tek pjesëmarrësit? Mesazhi është shumë i qartë, sidomos tek të rinjt, pra mesazhi më shumë i adresohet të rinjve, studentëve tanë, por jo vetëm, që sa herë që të kenë një ndjesi, të shkruajnë në letër, të lexojnë, të shprehin emocionet e tyre, dhe pse jo, këtë kreativitet ta përdorin gjithashtu edhe në një aspekt më pragmatik, siç është jeta reale. Cilat janë disa nga arritjet më të rëndësishme që do doni t'i theksonit për departamentin e gjuhëve të huaja dhe për rëndësinë e poezisë në arsim? Në plan programin ton, letërsia zë një vend të rëndësishëm. Ne ofrojmë ndoshta 3 ose 4 kurse të letërsisë.
është letërsia britanike, letërsia amerikane, por ndërkohë kemi edhe lëndë të tjera zgjedhore, siç është letërsia viktoriane, që është pak i referohet një zhanri më të hershëm, por shumë të rëndësishëm të letërsisë britanike. Në plan program ndërthuren shkrimtar dhe poet klasik, botëror, dhe gjatë orëve të mësimit, profesorët respektiv i nxisin studentët që të vazhdojnë të lexojnë dhe të interpretojnë këto poezi fillimisht, të analizojnë ato dhe mandej të provojnë edhe të shkruajnë vetë. Bege, sa është interesimi i moshatarëve të tu në përgjithësi të studentëve për sa i përket letërsisë dhe poezisë, në çfarë niveli e vlerëson? Nuk është një numër shumë i vogël, por nuk është as një numër shumë i madh. Duke e pa të paktën me shoqërinë e sotshme, numri është surprizues. Janë më shumë se sa çdo e mendoje. Ka interesim shumë të madh, të paktën me shumë persona që on hala edhe këto ditë rri e shprejnë interesimin po aq njëjtë sa e shpreh edhe unë, jo vetëm për shkrim, po edhe për lexim edhe recitim. Ka njerëz që ka edhe moshatar të mi, mos thom të shta ka edhe matrisone që më kanë kërku këshilla. Po, edhe sugjerime ndoshta të librave të poezive. Ka ndosht me ditë se mundet me kon kaq e rëndësishme diçka që ndoshta nuk është aq stabile, të themi, në shoqërinë e sotshme. Por të paktën interesimi është edhe gjithmonë kur është që ka interesim për diçka, atëherë ka me pas edhe ngritje edhe arritje për atë gjë. Edhe rezultate të mira në fundit. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen edhe ju falenderoj shumë për gjitha informacionet, me shpresën që gjithçka do të shkojë mirë dhe sipas planifikimeve gjatë ditës së sotme. Edhe s'po dyshojmë që ka me shku mirë, si çdo edicion tjetër, dhe ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e emisionit dhe ju urojmë shumë suksese. Faleminderit shumë. Graci. Ndërsa tani miq të dashur dhe këta pak minuta që na kanë mbetur, po ju ftoj të ndjekim përgjigjet e qytetarëve të Kosovës lidhur me pyetjen se cili poet e